A ka njëse matë mirë të kësaj lidhe direkte pos me të regu që përni me Gjakovar të kanë zamnë në madhe dhe nuk janë ta ma qartë që ka me i temri. Prej bananës ka lumë në dardë edhe që në kanë te për qëshme edhe produkte bio. Unë i thashë që do jemi ku do në së cilin vend ku është qytetari edhe shfjala e lire qytetarve, e sidomos te ata qytetarë që edhe në këtë ditë të djelë punojnë edhe le të shohim se a e kanë shfrytzuar të drejtën e votës edhe a i kanë lënë të tezgat e tëne në këtë treg ditor ku jemi këto pra në Gjakov. Kështu që unë po shpresoj edhe po besoj që disa prej qytetarëve kanë më na dhënë detaje edhe se a e kanë shfrytzuar këtë të drejtë. Përshëndetje. Faleminderit shumë, unë është me qëndru edhe kështu, faleminderit shumë për dardë edhe që na ofrove edhe bisedë edhe gjithçka tjetër. A ke dalë me votu? Ja, do mas ditë dalë. Njerë për njerë tash puna ato ecë mirë para dite pas ke gjetë kohën e dur për me dalë me votu. Mas ditë do të dalë. Të regom qka pret i ndërum nga këtë zgjedhje, qka pret diqka ma mirë për Gjakovën, po edhe për juve si tregtar që jeni edhe që e bëni një punë të jashtëzakonshme. Po e që më diqka ma mirë më kohën, po me gjithë se mirë në Gjakov është punu. Mendoj që do të vazhdojnë që kërkretarë që është. Okej, po besoj që keni mundot kënaqën kushdo që e merr votën, jashta çdo animi politik. Faleminderit shumë. Po të premtoj që nuk kam të kërku diçka tjetër, ndonjë pemë tjetër. Faleminderit shumë. O, sa dush pemë. Ju thashë jemi në një prej tregjeve të shumë pemëve dhe perimeve këtu në Gjakov. Unë po e kaloj rrugën se po shoh që në çdo skej të rrugës ka shumë qytetarë të cilët edhe ushtrojnë këtë veprimtari dhe po shpresoj që dikush prej tyre edhe ka dalë me shfrytzu të drejtën e votës. Përshëndetje. Si jeni duke kalu? Mirë, faleminderit. Qështë të ecë puna mas pari? Mirë, me breshet. Si queni ndërum? Nasër Morina. Zoti Nasar, të regom, a e ke shfrytzu të drejtën e votës? Jo, hala. Kur? Për ma vonë kemi lënë me dalë me shoqen, me votu bashkë, edhe urojt fiton më i miri. Ka pritni nga këtë zgjedhje? Inshallah i mojnë premtime ta 50%. Hiç 100%. Hiç 50%? Po, mjafton. Sa është e vështirë për juve, nështë ta që gjatë pjesës së paraditës se kryni një pjesë punës, mas dite me shfrytzu drejtën e votës? Dile punojmë mas dite jemi të matire edhe shkojmë votojmë edhe shfrytzojmë drejtën tonë për vetim. Dardh hangra, banane hangra, turshiti kena kry qa më të lypën e ty këto, qas paska. Që të dashur shikus edhe krejt ju aty që vëna ndeqne? A i varë shpis. A i varë të shpis. A i varë në shpis pjallojna Dorëntinës edhe Blindet që janë moderator në këto zgjedhje, në këtë mbarvajt e zgjedhjeve, kështu që faleminderit shumë. Kënaqësi. Mirë pafshim. A i varë në shpis e keni Dorëntinë dhe Blend prej neve, prej Gjakovës. Kështu që ju lo me këto intervista dhe me këto pamje të një prej tregjeve këtu në Gjakov, e na shihemi prap.